Zhvillimi mjedisor në qarkun e Vlorës ka mbledhur në një tyrezë të hapur aktor kryesor të rajonit, por edhe ata me veprim në shtetin italian. Ka qenë pikërisht një takim promovues nga Legambiente Vlorë për të shkëmbyer informacione rreth këtij zhvillimi në qarkun e Vlorës, si dhe praktikave më të mira të zbatuara nga kjo organizatë në Itali rreth mjedisit, turizmit dhe ekonomisë, praktika të cilat mund të shërbejnë si një instrument zhvillimi edhe në qarkun ton. Në takimin e zhvilluar ditën e sotme në ambientet e dhomës së tregtisë, u lartësua pikërisht organizata më e re ambientaliste në rajonin e Vlorës, Legambiente Vlorë Albania. Të pranishëm në takim edhe presidenti i Legambiente Puglia në Itali, Maurizio Manna, i cili referoi mbi këtë temë, si dhe kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Vlorë. Njëherë është edhe kandidati së majtës për kryetar bashkie të Vlorës, Arben Breshani. Presentazione che abbiamo voluto fare. Do të jetë një takim për prezantimin e Legambiente Vlorë, që ka gati një vit që operon në qytetin e Vlorës, dhe për Legambiente Itali kjo është një gjë mjaft e rëndësishme. Legambiente është një organizatë kombëtare në Itali, e cila punon, të themi, në moton të mendojmë globalisht dhe të veprojmë lokalisht. Usando slogan di pensare globalmente e agire localmente. Është momenti vërtet shumë i përshtatshëm tash që ne të kthehemi edhe mjedisit, sepse deri para pak kohësh ne kemi luftuar për një mbijetesë. Unë them që ka kaluar ajo periudhë tash e kësaj mbijetese, ne jemi në periudhën që vërtet të thithim turistët huaj, vetë turistët vendës, por dhe shqiptarët kudo që ndodhen në gjithë rajonin. Ashtu si ne kemi eksperiencën që në Itali apo në Greqi këto ambiente rruhen, mbrohen, dhe këto organizata janë vërtet shumë të fuqishme në drejtimin e ruajtjes së këtyre ambienteve dhe kanë një efekt dhe mbi qeverit për të dhënë fonde, por dhe për të thithur nga komuniteti evropian. Dhe këto janë ato që ne tashi pothuajse po përgatitemi për të hyrë në Evropë. Nuk mund të hyrë në Evropë pa pasur edhe këto lloj organizatash edhe këto lloj pritshmërie. Kjo organizatë vjen si dege Legambiente Itali, një nga organizatat më të fuqishme ambientaliste, e cila operon prej 34 vitesh. Rezarta Agaliu, presidente Legambiente Vlorë Albania, shprehet shumë optimiste për bashkëpunimin midis këtyre dy vendeve e strukturimin e një organizate të standardeve europiane edhe në qarkun e Vlorës. Kam kënaqësinë që të jem sot këtu duke përfaqësuar një nga organizatat më të reja të strukturuar në rajonin e Vlorës, Legambiente Vlorë Albania, e cila vjen si dege një nga organizatave më të fuqishme ambientaliste në Itali, që operon në këtë fushë prej 34 vitesh. Kjo organizatë është një organizatë e strukturuar sipas standardeve europiane, duke qenë se Legambiente Itali është një organizatë e regjistruar në rrjetet europiane dhe operon sipas aktiviteteve të tyre. Kjo organizatë synon të aktivizoj çdo lloj forme vullnetare të qytetarëve, të shoqërisë civile, të organizatave, qofshin ato mjedisore, civile, të institucioneve dhe agjencive në shërbim të mjedisit, për përmirësimin e tij, për ruajtjen e vlerave të mjedisit dhe zhvillimit të një turizmi të qëndrueshëm duke operuar paralelisht me mjedisin. Një takim i tillë konsiderohet si i rëndësishëm ku fokusi është pikërisht zhvillimi i mjedisit, i cili realisht është i varur nga shumë faktorë, por që lind si nevojë bashkërendimi i punëve ndërmjet organizatave dhe burimeve njerëzore për të bashkëvepruar për një zhvillim sa më të mirë të rajonit. Legambiente Vlorë nga ana tjetër fton të gjitha organizatat mjedisore, agjencitë, institucionet, shoqërinë civile të bashkëpunojnë dhe të japin kontributin e tyre në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, mjedisor e kulturor.